Ndërmarrja ujësjellë kanalizimeve Shkodër duket se ka vendosur që të veprojnë ndryshe nga shumë të tjera që dëmtonin rrugët dhe nuk ktheheshin për riparimin e tyre. Kjo e fundit, pasi ka ndërhyrë në disa pika të qytetit për të riparuar tubacionet, ka marrë maset për rregullimin e hapësirave ku është dëmtuar asfalti. Në fakt, kjo nuk po bën asgjë më shumë se sa detyrën e saj, kështu që në këtë aspekt nuk do të përbënte lajm. Por nisur nga fakti që në qytetin e Shkodrës prej vitesh është kthyer në modë që të kryen punime në rrugët e asfaltuara nga kompani për interesat e tyre dhe më pas nuk kujtohen për të riparuar dëmet e shkaktuara, veprimi i ndërmarrjes ujësjellësit nuk mund të mos tërhiqte vëmendjen. Kjo për faktin se u kujton si atyre që kryen punime, ashtu edhe bashkisë se kanë detyrimin për të riparuar çdo dëm që shkaktojnë në mjediset publike. Një gjë e tillë prej shumë vitesh nuk ka ndodhur në qytetin e Shkodrës. Përkundrazi, janë zhvlerësuar investimet e bëra në infrastrukturën rrugore, si pasojë e papërgjegjshmërisë së treguar nga kompanitë dhe firma të ndryshme private. Kjo edhe fal tolerancës që ka treguar Bashkia e Shkodër ndaj tyre, që i kanë shëmtuar rrugët e qytetit dhe nuk i ka detyruar të riparojnë dëmet e shkaktuara.